Kampi i Kishës Ortodokse për vajza adoleshente u zhvillua nga datat 20 deri në 27 korrik 2026 në ambientet e manastirit të Hirshëm të Shën Vladimirit në Shion të Elbasanit. Vajzat pjesëmarrëse ishin të moshës nga 13 deri në 17 vjeç dhe vinin nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, kryesisht nga Tirana, Elbasani dhe Fieri. Vajzat u ndanë në grupe, secili grup mbante emrin e një prej shenjtorëve, të cilat do të kremtoheshin gjatë periudhës së kampit: Shën Parashevia, Shën Ana, Shën Olimpia, Shën Maria Magdalena, Shën Markela dhe Shën Kristina. Vajzat e çdo grupi do të kishin mundësinë të mësonin më shumë rreth jetës së këtyre shenjtorëve të Kishës Ortodokse gjatë qëndrimit të tyre në kamp. Tema qendrore e kampit të sivjetshëm ishte Udhëtojmë me Krishtin. Në fakt, i gjithë kampi u konceptua dhe u ideua si një model udhëtimi me Krishtin. Programi ishte i larmishëm dhe përmbante diskutime të hapura, studim biblik, katekizëm, art dhe krijimtari, olimpiadë biblike, lëra sportive dhe olimpike, si dhe argëtim pafund në pishinat e qytetit për vajzat pjesëmarrëse. Është kënaqësi për mua të ndaj me dëgjuesit e Radios Ngjallja këtë informacion për kampin e vajzave. Jemi në manastirin e Hirshëm të Shën Joan Vladimirit, në ambientet e të cilit po zhvillohet kampi. Në këtë kamp marrin pjesë grup moshat 14 deri në 17 vjeç dhe vajzat pjesëmarrëse janë nga metropolitë ndryshme të vendit tonë. Tema e kampit për këtë vit është caktuar Udhëtojmë me Krishtin. Qëllimi i kampit është që vajzat të rriten në besim, të njohin Perëndin, të jetojnë në një komunitet dashurie dhe të krijojnë misi të reja. Për vajzat, stafi organizativ kishte përgatitur një program të larmishëm ku ato mësuan mbi besimin, patën aktivitete krijuese, argëtuese e shumë aktivitete të tjera. Lutemi që ajo çka vajzat morën në kamp të jap fryt dhe ato ta jetojnë besimin edhe pas kampit dhe udhëtimi i tyre me Krishtin të jetë deri në përjetësi. Pjesë e programit ishte edhe ekskursioni në Kosh në të kremten e Shën Anës, ku vajzat kampiste u takuan me të rinj dhe të rejat pjesëmarrëse në kampin rinor të Kishës. Ato vizituan kishën e Shën Anës, kishën e Shën Ilias në malin Morav, si dhe patën një takim të ngrohtë me mitropolitin e Korçës Hirësi Anastasin. Gjithashtu në këtë takim pati edhe të ftuar nga Greqia si zonja Eleftheria Milka, përgjegjëse e kampeve të Kishës në Greqi, e cila foli për rëndësinë e kampeve të Kishës në jetën e çdo të krishteri. Gjatë ditëve të kampit pati edhe shumë të ftuar të cilët vizituan me vajzat kampiste rreth udhëtimit në Krishtin, por nga këndvështrime të ndryshme. Dhe Konjo Ankoroveshi ndau me pjesëmarrësit eksperiencën e tij të njohjes së Krishtit dhe udhëtimit në të. Zonja Maria Elmaz, drejtoresha e World Vision Albania, foli për menaxhimin e emocioneve dhe formimin e karakterit, duke u referuar shembullit të profetit Daniel në dhjetën e vjetër dhe qëndrueshmërisë që ai tregoi në besim, pavarësisht vuajtjeve dhe torturave. Zonja Rezarta Kilo solli në referatin e saj sfidat e moshës së adoleshencës dhe përballjen me to. Zoti Kladi Dervishi, teolog, foli për udhëtimin në Krishtin, duke nisur nga jeta e shenjtorëve dhe u ndal më konkretisht në shembullin e shenjtorit Joan Vladimir, emrin e të cilit mban edhe manastiri ku po zhvillohej kampi. Gjithashtu të ftuar në kamp ishin dhe mitropoliti i Apollonis dhe Fierit, Hirosi Nikola, dhe mitropoliti i Elbasanit, Hirosi Andoni, të cilët folën për dashurinë ndaj Perëndisë të afërmit, si të rëndësinë e 7 mistereve të Kishës Ortodokse. Një nderim i veçantë për kampin e vajzave adoleshente ishte edhe vizita e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturisë së tij Johan, i cili në bisedën e tij me kampistët u ndal në shkrimin e shenjtë dhe rëndësinë e tij në udhëtimin e çdo të krishteri. Gjithashtu pjesë e vizitës së fortlumturisë ishte edhe mbjellja e një peme çiparisi në ambientet e manastirit, si kujtim nga ky kamp, e cila do të njihet me emrin Pema e Kryepeshkopit. Ndërsa kampistet nga ana e tyre i dhuruan Kryepeshkopit një album me urime dhe falënderime të shkruara nga vetë ato për të shprehur mirënjohjen e tyre për mundësinë që patën edhe këtë vit të ishin pjesë e kampit ortodoks për vajza. Një pjesë e rëndësishme e programit të kampit ishte edhe misteri i rrëfimit, i cili u krye në 2 ditë nga Hirosia e tij Nikola për të gjitha vajzat dhe anëtarët e stafit që shprehën dëshirën për të marrë pjesë në këtë mister të shenjtë. Përshëndetje të gjithëve, siç e shihni jemi në ambientet e manastirit të Hirshëm të Shën Joan Vladimirit, ku me bekimin e Kryepeshkopit Joan po organizohet kampi i dytë i vajzave Bariu i Mirë. Tema e kampit për këtë vit është Udhëtojmë me Krishtin. Unë e vajzat i mësojmë, udhëzojmë dhe i drejtojmë rreth besimit,
të rritemi në besim së bashku. Gjatë kampit kishim bekimin e madh të kishim pranesh kryepeshkopin Ioan, i cili zgjodhi të mbajë një temë rreth temës së kampit, Udhëtoj me Krishtit, ku gocat e dëgjuan shumë me kujdes dhe morën mesazhe shumë të rëndësishme. Gjithashtu gjatë kampit kishim bekimin të kishim pranesh mitropolitin e Fierit Hirsi Nikolla, mitropolitin e Elbasanit Hirsi Andonin. Gjithashtu dhe ditën e parë të kampit kishim pranesh dhe kryedhjakon Ioanin dhe të ftuar të tjerë të cilët mbajtën tema sociale shumë të rëndësishme për jetën e vajzave tona. Këto mesazhe sigurisht janë shumë të rëndësishme për ndërtimin e besimit të tyre dhe ndërtimit të marrëdhënieve midis njëra tjetrës këtu në kamp dhe me familjet e tyre patjetër që marrin këto mesazhe dhe mësime të shenjta nga kisha. Njërisi e këtij kampi ishte edhe psalja nga vetë vajzat e Paraklesit të shenjtorit Shën Ioan Vladimir për herë të parë këtë vit në ndërtimin e katekistes zonja Fatjona Dimroçi. Pjesa argëtuese e programit të kampit ishte ideuar këtë vit në formën e sfidave, siç ishte sfida e gjetjes së thesarit, sfida e ruajtjes së vezës, sfida e gatimit të picës më të shijshme, sfida e dashurisë për të afërmin, si dhe sfida e shkrepjes së fotos më të bukur. Përmes këtyre sfidave, vajzat u argëtuan, por edhe mësuan të bashkëpunojnë me njëra tjetrën si skuadër për të arritur qëllimin e caktuar, si dhe të respektojnë mendime të ndryshme, të dëgjojnë pa ndërprerë bashkëfolësin dhe të komunikojnë siç duhet, të marrin përgjegjësi dhe të japin ndihmë reciproke me përullësi dhe durim. Realizimi i suksesshëm i çdo sfide i bëri të kuptojnë se së bashku dhe në unitet mund të arrijnë shumë më tepër se secili veçmas. Sipas besimit të krishterë, puna në grup pasqyron jetën e kishës si një trup i vetëm në Krishtin, ku secili ka dhuntit e veta dhe i përdor ato për të mirën e të gjithëve. Përshëndetje, unë jam Kristina, për mua është viti i 4 që vi në kamp dhe ky vit më ka shijuar jashtëzakonisht shumë për shkak të programit që ka pasur. Kemi pasur shumë aktivitete të ndryshme dhe kemi shpenzuar shumë kohë me njëra tjetrën, kemi mësuar këngë të krishterë, kemi zhvilluar kampionatin e handballit, sot do të zhvillojmë të volejbollit, si dhe lojrat olimpike. Përshëndetje, unë quhem Lisel dhe është viti 4 që unë vi në kamp. Përveç aktiviteteve të mrekullueshme që kemi zhvilluar, gjithashtu ka pasur edhe aktivitetet që na kanë mësuar se si të besojmë më shumë në Zot, edhe të kuptojmë se nuk jemi asnjëherë vetëm. Përmes studimeve biblike që kemi zhvilluar bashkë me katekistet këtu në kamp, sot do zhvillojmë edhe olimpiadën biblike. Jam Elona, jam ndihmëse në kampin e dytë dhe në këtë kamp jam përgjegjëse për punën e dorës. Për këtë vit kemi zgjedhur punën e dorës që ka lidhje me temën e kampit. Kemi zgjedhur një telajo, ku theksohet imazhi i një kishe edhe rruga që të çon drejt kishës, që simbolizon rrugën që na çon drejt Krishtit dhe shpëtimit. Unë jam Ernesta Dedo, ky është viti im i parë në kamp, ku deri tani mund të them se udhëtimi në kamp ka shkuar shumë mirë, ku marr pjesë në shumë aktivitete të ndryshme, të cilat shpalosin të gjitha talentet e mia. Kam zgjeruar shoqërinë time të krishterë dhe kam njohur vajza të mrekullueshme. Dhe mbi të gjitha kam mësuar shumë për Zotin tonë Jezu Krisht, ku të gjitha këto mësime do të ngelen me mua edhe kur të kthehem përsëri në shtëpi. Përshëndetje, unë jam Kesli Saj dhe është viti 3 që vi në këtë kamp, por si staf. Dhe për mua është një bekim dhe një nder shumë i madh që të punoj me fëmijët e moshave të ndryshme, që t'i mësoj për fenë e krishterë dhe zhvillojmë shumë lojra argëtuese. Gjithashtu falenderoj edhe priftoresh Juliana që ma dha këtë mundësi për të qenë pjesë e stafit këtë vit. Ju falenderit. Përshëndetje, unë jam Natalia Kremadhi, jam 16 vjeç dhe ky është viti im i 4 në kamp. Arsyeja pse unë vazhdoj të rikthehem në këtë kamp është përveç eksperiencës që ne marrim dhe afrohemi më shumë te Krishti dhe Perëndia ynë, është shoqëria që ne krijojmë me njëra tjetrën dhe sfidat që ne duhet të përballojmë dhe është thjesht një gjë për të sprovuar veten tënde, të ndihmon shumë për të forcuar karakterin tënd, pasi duhet të jetosh me vajza që mbase nuk janë njësoj si ty, por mësohesh me ato dhe krijon një dashuri për të gjitha vajzat e kampit. Gjëja më e bukur është që ne fillojmë të mësojmë për besimin, që sado vite që ti mund të kesh në kish, mund të kesh pasur gjithë jetën tënde në kish, gjithmonë mëson gjëra të reja. Besimi ka gjithmonë diçka që ti nuk e ke ditur dhe kjo është gjëja më e bukur për këtë. Gjithashtu ti mëson edhe vajzat të tjera të cilat nuk kanë dëgjuar kur për besimin tënd
dhe krijon shoqëri shumë të bukura. Unë shpresoj që ky kamp të shkoj sa më mbar deri në fund dhe vitin tjetër të rikthehemi përsëri me fytyra sa më të qeshura dhe me kujtime sa më të bukura. Përshëndetje, unë jam diakonesë Kostandina. Jam e lumtur që vi në kamp sërish për të dhënë kontributin tim. Unë jam tek studimi biblik dhe të gjitha nevojat e kampit. Jam shumë e gëzuar që kisha jep mundësi të rinjve të afrohen në kish. Ashtu si që thot dhe Shën Joan Gojarti, rinia është koha më e bukur për të korrur virtyte edhe për të mbjellë besimin në zemrat e tyre. Vajzat kanë mundësi dhe një program të larmishëm dhe të krijojnë miqësi dhe të mbajnë në zemrat e tyre fjalët e Krishtit, të cilët i mësojnë për të udhëhequr në një jetë të krishterë dhe të bëhen të hafta dhe të suksesshme në jetën e tyre. Përshëndetje, unë quhem Ergita Shau, vi nga qyteti i Elbasanit, jam 13 vjeçe, është hera ime e tretë që vi në këtë kamp. Emri i grupit tim quhet Shën Markela. Përveç se aktiviteteve shumë të bukura që ne bëjmë këtu, ne mësojmë se si të afrohemi më shumë me Perëndin. Këtu kam shumë kujtime të bukura. Përshëndetje, unë jam Kristina, vi nga grupi i Shënanës. Për mua është hera e parë në kamp dhe është një bekim shumë i madh që të jem në kampin e vajzave dhe këtu ne mësojmë që të lidhemi sa më shumë me Krishtin, të afrohemi sa më shumë. Kemi shumë aktivitete të bukura, mësojmë për Krishtin. Vlen për të përmendur gjithashtu vizita në këtë kamp e rezidentëve të qendrës sociale Balashe, me të cilët drekuam, kënduam dhe vëllëzuam së bashku, duke dhënë dhe marrë dashuri. Gjithashtu disa miq të tjerë të veçantë që patëm mundësinë të takonim në këtë kamp, ishin disa vajza të ftuara nga Greqia, të cilat ndanë eksperiencën e tyre nga kampet në Greqi, si dhe kaluan kohë të bekuar në kampin tonë. Me shumë dashamirësi, ato folën për udhëtimin e tyre personal në Krishtin, kujtuan me nostalgji momente nga kampet ku kishin qenë, si dhe kënduan e kërcyen bashkë me ne. Pavarësisht se flisnin gjuhë të huaj, arritën të kuptoheshin mjaft mirë me njëra tjetrën, sepse siç u shpreh dhe njëra prej tyre, gjuha për ne nuk përbën pengesë, sepse kemi Krishtin, i cili bën të komunikojnë në zemrat tona përmes gjuhës së dashurisë. Në fund të kampit, vajzat u larguan me shumë bresa dhe kujtime në zemër dhe gëzim në sy. Ato falenderuan stafin e shprehën mirënjohjen e tyre për këtë udhëtim të bekuar që nisi në këtë kamp e që me ndihmën e Zotit do të vazhdoj edhe më tej në shtëpinë dhe jetën e tyre. I jemi të gjithë mirënjohës dhe falenderues Zotit dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që na mundësoi edhe këtë vit të bëhemi pjesë e një përvoje kaq të bukur. Miru takofshim në kampe të tjera. Vetëm Perëndia nuk do të trajtojë, vetëm Perëndia nuk do të shpëtojë.